Piktori nga Maqedonia e Veriut, bashkim me Gjidi, hap për herë të parë në Shkodër ekspozitën e tij personale Zëri i ngjyrës në galerinë Oda. 18 punime të realizuara gjatë 30 viteve të fundit prezantojnë një krijimtari kundërthurë ngjyra, vija, abstraksioni dhe tematika që lidhen me historinë e filozofinë. Ndi një kënaqësi dhe emocion të veçantë që jam në Shkodër. Prezantohem me 18 piktura. Janë piktura të cilat i kam krijimtaria të 30 viteve të këndërit fundit. Prezantohem me teknikën akriline për fluor, edhe ku përveç ngjyrës edhe vetë tematika që ka edhe emrimin ekspozita Zëri i ngjyrës, po e kam edhe vijen si element ndërmjetësues ndërmjet ngjyrës, tonit edhe si kompozicion. Drejtuesja e Galerisë Oda e cilëson këtë ekspozitë si një hap të rëndësishëm në shkëmbimin kulturor mes artistëve dhe qyteteve. Oda po bëhet nismëtare e ekspozitave që hapen për herë të parë në Shkodër. To nuk vijnë vetëm për më hap një ekspozitë. Një artist vjen në Shkodër, po merr me veti një pjesë qytetit edhe e çon në trevat ku ato jetojnë. Bashkim me Gjidi është një nga themeluesit e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Tetovës dhe prej vitit 1994 ka dhënë kontribut si pedagog dhe profesor. Krijimtaria e tij është prezantuar në ekspozita brenda dhe jashtë rajonit në qytete si Shkupi, Zagrepi, Parisi, Berlini, New Yorku dhe Selaniku.